Elton, të përshëndes, sigurisht për shkaqet e përkeqësimit të motit në qytetin e Vlorës, por jo vetëm do të ketë pezullim të lundrimit, për sa do të jetë në fuqi ky vendim? Prej mëngjesit të sotëm, Kapiteneria e Portit të Vlorës ka vendosur pezullimin e lundrimit për mjetet e vogla dhe kanijet e peshkimit, ndërkohë që edhe tragedi i linjës Vlorë Brindisi tashmë është në radhë, pra nuk qëndron i ankoruar në port për të shmangur çdo lloj problematike që fryn për shkak të erës së fortë, e cila ndihet edhe në këto momente. Flasim për një situatë problematike, pasi tallët ka rinë nga 1.5 metra deri në 2 metra jashtë gjirit të Vlorës, me forcën e vletit deri në 7 ballë, dhe kjo ka bërë që të pezullohet lundrimi për të gjitha mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit. Situata do të vijojë e tillë gjatë gjithë ditës së sotme, ndërsa parashikohet një përmirësim i kushteve atmosferike duke nisur vetëm nga mbrëmja e kësaj të njëjte, ku pritet të hiqet pas edhe pezullimi. Është një erë forte e cila ka prekur të gjithë qytetin e Vlorës prej mëngjesit të sotëm, ndihet edhe në këto momente, është situatë që ka bërë të dalë me këtë vendim zyrtar Kapiteneria e Portit të Vlorës për të shmangur më pas çdo lloj problematike për gjithë ata që kërkojnë të dalin në det qoftë në gjirin të Vlorës, por edhe në det të hapur. Normalisht në mbrëmjen e sotme pritet të shikohet edhe situata se si do të vijojë, nëse do të ketë përmirësim, megjithatë pritet që situata të ndryshojë duke nisur rreth orës 22 apo 23 të mbrëmjes së sotme, dhe pas të vendoset që mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit të vijojnë normalisht në lundrimin. Po, ndërkohë Elton, duhet të kësuar që nga kjo mas në fakt nuk është e vlefshme për tragetet që operojnë nga Vlora drejt Brindisit, apo jo? Jo, kjo Mirë, duket se kemi një vështirësi në komunikimin me kolegun Elton Nika, po. Kjo dhe për shkak të erës së fortë dhe të motit përkeqësuar. E kuptueshme, po. Siç po thoshit dhe ju, nuk ka pezullim për tragedin e linjës Vlorë Brindisi, e ai do të operojë lundrimin drejt Italisë, megjithatë deri në këto momente është vendosur që tragedi të qëndrojë në radhë brenda të hapur dhe jo të ankoruar në port. E kuptoj.